Kleopatra laj me qumësht gomarit të përzjerë me mjalt. Pse? Tani po ja u tregoj. Sipas burimeve të shkrimtarëve të hershëm, Kleopatra laj me qumshtin e gomaricës dhe këtë të përzjerë me mjalt. Ndonse për ne duket e pabesueshme, sot është zbuluar se qumshti i gomarit bën mirë, po ku e dinte Kleopatra këtë? Madje tregohet se pasi Kleopatra lahej, shërbëtorët i luteshin që ta pinin këtë qumësht. Plini i Vjetër shkruante se qumshti i gomarit heq rrudhat e fytyrës dhe tërë lëkurës, dhe e bën lëkurën më delikate, duke e ruajtur bardhësinë e saj në mënyrë të përkryer. Ai thoshte gjithashtu se është fakt i njohur shumë mirë në antikitet, sepse disa gra të shquara e bënin këtë zakon prej vitesh dhe kishin rezultate të shkëlqyera. Dhe për t'i arritur këtë, ato lyenin fytyrën 7 herë në ditë, duke respektuar pikërisht numrin 7 në mënyrë rigoroze. Në lashtësi, këtë e bënte Popea, gruaja e perandorit Neron. Ajo bënte banjo ekskluzivisht me qumshtin e gomaricës. Ndaj dhe shkruhet se kur ajo spostoi, me të udhëtoni dhe një grup gomarësh me asistentët e saj. Por edhe në mesjet, kontesha gjermane Klara Elisabeta von Platen e bënte këtë çdo ditë. Madje Klara pasi lajej tërësisht lante edhe pjesët intime të saj, dhe ajo ja jepte shërbëtorëve, që ndoshta nga varfëria apo nga mosdia, ata thoshin se kishte shije të mirë. Në fakt, thuhet se filmi The Huntsman me Charlize Theron, dushin që ajo bën me qumësht është frymëzuar pikërisht nga historia e Kleopatrës. Në tore shqiptare që nga lashtësia të moshuarit përdorin qumshtin e gomaricës si mjekim, qoftë për brenda trupit, por edhe për fëmijët kur kanë dhimbje veshësh. Shkencërisht, qumshti i gomarit përmban 60 herë më shumë vitamin C se sa qumshti i lopës. Qumshti i gomaricës ka minerale si kalcium, fosfor, magnez, përmban omega 3 dhe 6. Është një zëvendësues i shkëlqyeshëm për ata që janë alergjik ndaj proteinave. Qumshti i gomaricës i jep shëndetësorëve fal probiotikëve dhe laktoferinës, por ndihmon gjithashtu edhe në luftimin e osteoporozës, në forcimin e sistemit imunitar e tjerë. Dhe është zbuluar se qumshti i gomaricës ka veti mjaft të dobishme për lëkurën, duke e zbukuruar atë, ndaj dhe përdoret në kozmetik, për hidratimin e lëkurës, sepse qetëson duke stimuluar kolagjenët, e luftuar shenjat e plakjes. Po ku e dinte Kleopatra këtë 2000 vjet më parë? Sot është zbuluar gjithashtu se qumshti i gomaricës është i mirë edhe kundër dhimbjeve të kyçeve, muskujve e tjerë, sepse largon acidet urike nga organizmi. Por rekomandohet 1 filxhan kafeje në ditë për të vegjëlit dhe 2 filxhan për të rriturit, jo më shumë. Tani pres komentet tuaja dhe shpërndajeni këtë informacion.